kohëve të fundit armora janë shumë trendi. Po. Më duket prej asaj çokoladës së Dubajit, po. E kam të përsuar recetën e çokoladës së Dubajit, pothuajse në 2 apo 3 versione dhe gjithmonë është pëlqyer vërtet. Apo. Është shumë e shijshme, mirë po për shihen tim duket pak ma ëmbël se sa edhe për shihen tim është ma shumë e shijshme, një lugë 2 ma shumë nuk mundesh sepse është shumë ëmbël. Ndërkohë derisa po gatuan dhe un po flas kuzhina e Arnorës gjendet në Facebook, në Instagram edhe në YouTube, apo. Në gjitha platformat, në rrjetet sociale e ke kudo me logot e njëjtë, kuzhina e Arnorës, kudo edhe në YouTube edhe në Facebook, TikTok. Super, sepse ata që po ndjekin edhe tash i përmendë disa receta që i kitë pësune edhe hinë i kërkojnë. Atë mund të gjeni receta të ndryshme, jo vetëm një recetë të thjeshtë, por receta nga më të ndryshmet, edhe gjithmonë e kam fokusin edhe tek recetat tradicionale dhe mendoj që duhet t'i ruajmë ato dhe pothuajse do po pëlqejnë më shumë, jo vetëm që nga